Autoriteti për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit i ka përcjell prokurorisë së përgjithshme dhe institucioneve të tjera përgjegjëse dokumentacionin dhe provat e mbledhura për 6 vendvarrime të dyshuara të personave të zhdukur gjatë regjimit komunist, duke kërkuar vijimin e procedurave ligjore dhe hetimore në terren. Sipas njoftimit zyrtar, kërkesat janë dërguar pranë prokurorive në rrethe, drejtorive vendore të policisë, komisariateve, bashkive dhe institucioneve të tjera në Qarqet, Shkodër, Lezhë, Mirdit, Vlorë, Korçë, Kolonjë dhe Himar. Autoriteti bën të ditur se në këtë vend janë evidentuar të dhëna me probabilitet të lartë për pranimin e mbetjeve mortore të personave të ekzekutuar apo të zhdukur gjatë diktaturës komuniste. Në dokumentacion, autoriteti kërkon shqyrtimin juridik të çështjeve dhe autorizim për ndërmarrjen e veprimeve procedurale që lidhen me kryerjen e gërmimeve dhe zhvarrimeve të kontrolluara me qëllim kërkimin, rikuperimin dhe identifikimin e mbetjeve mortore. Gjithashtu kërkohet koordinim ndërinstitucional për organizimin dhe ndjekjen e procesit të ndërhyrjeve në terren. Këto veprime vijnë pas një procesi disa vjeçar, hetimi administrativ, mbledhje dëshmish nga familjarët viktimave dhe verifikimesh arkivore të kryera. Në këtë proces janë përfshirë edhe ekspertiza jo invazive të realizuara në bashkëpunim me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur përmes radarëve dhe metodave antropologjike, të cilat kanë evidentuar praninë e mundshme të mbetjeve mortore në disa prej këtyre zonave. Sipas autoritetit, dokumentacioni administruar përmban të dhënave të arsyeshme mbi praninë e mbetjeve në këto vendvarrime. Ndër vendet e referuara janë varrezat katolike të Rmajit në Shkodër, ku dyshohet se ndollen eshtrat e Jub Kazazit, Said Kazazit, Gjon Shllakut, Dom Luiq Zojzit dhe personave të tjerë të ekzekutuar gjatë viteve 1948-1953. Po ashtu në listë përfshihet zona pranë Ishburgut të Spaçit në Mirdit, si dhe zona e Shpalit pranë Kishës, ku dyshohet se ndollen organizatorët e revoltës së Spaçit në 1973, Palzefi, Skënderdaja, Hajri Pashaj dhe Dervish Bejko. Kërkimet përfshin edhe zona të tjera në Shën Vasil. Por shumë familje shqiptare, kërkimi të zhdukurve të regjimit komunist mbetet një plagë e hapur prej dekadash, pasi shumë prej viktimave të ekzekutuara ose të vdekura në burgje dhe kampe internimi nuk ju dorëzuan kurrë familjarëve. Përmes kërkesave depozituara në organet e drejtësisë, autoriteti dosjeve synon avancim të procesit drejt autorizimit të gërmimeve, identifikimit përmes ADN-s dhe rikthimit të eshtrave pranë familjeve në përputhje me praktikat ndërkombëtare për personat e zhdukur. Shqipëria ka detyrime ndërkombëtare për zbardhjen e fatit personave të zhdukur dhe trajtimin me dinjitet të mbetjeve mortore. Njëkohësisht autoriteti u bën thirrje institucioneve dhe qytetarëve që disponojnë informacion për vendvarrime të dyshuara që të bashkëpunojnë në këtë proces, duke cilësuar zbardhjen e fatit të zhdukurve si një detyrim human, ligjor dhe moral për shoqërinë shqiptare.